Zotit Berisha është shumë e fortë politikisht, apo jo? Ju jeni e ndërgjegjshme për këtë, që bëhet fjalë për një figurë si Berisha që ka kohë e vite që drejton Partinë Demokratike me përjashtim periudhës së Bashës. Kjo kërkesë, a ka një lloj koordinimi, dhe kur flas për koordinim e kam fjalën për nisëm ku marrin pjesë edhe persona tjerë, apo strukturë brenda Partisë Demokratike, apo është thjesht një iniciativë individuale, apo vetëm me pak njerëz për të nisur në gjenezë? Pa diskutim shumë këtë kërkesë e kam çuar me anë të shumë SMS-ve që më kanë ardhur nga demokratët, cilët nuk duan më që Sali Berisha të jetë në krye të Partisë Demokratike. Unë pa diskutim kam plotësuar vullnetin atyre individëve cilët besojnë tek unë dhe mendojnë që unë përfaqësoj të drejtën dhe të vërtetën. Dhe për sa kohë këto demokratë kanë besim maksimal te unë, e kisha për detyrë të ndiqja statutin e dashur bas procedurave juridike që kam votuar demokratët dhe e ritheksoj që kam qenë pjesë atyre demokratëve që kam votuar këtë statut në kuvendin e 2021-shit të krahët Sali Berishës. E kuptova. Por nëse kjo kërkesë që ju jeni drejtuar kryesisë Partisë Demokratike nuk merret parasysh nga struktura, çfarë do të thotë kjo dhe si do ta prisnit ju? Atëherë unë kam të drejtë bëj detyrën time për publikun, për demokratët, për gjithë ato që përfaqësojnë tek unë, pa diskutim që do ndjek hapat në vijim. Pa diskutim janë procedurale, deri në gjykat, pa diskutim. Do ta çojmë deri në gjykat për të vërtetën, sepse nuk mund ta trajtosh Partinë Demokratike si pronë private dhe nuk mund ta uzurposh këtë parti. Pasi kjo parti nuk ka më shpresën me në krye Sali Berishën, i cili është non grata, me në krye Flamur Nokën, i cili prapë është non grata nga Londra, në kontekstin ne jemi në një retorik pro-perëndimore, por bim kontradikt sepse ne çdo derë kemi të mbyllur me perëndimin përsa kohë kemi këtë leadership. A mund të ndikojë kjo situatë në zgjedhjet që Partia Demokratike ka në 23 maj dhe në rezultatin elektoral të partisë? Si e shikoni ju? Atëherë unë mendoj që Sali Berisha ka frikë nga gara dhe pa diskutim që ai nuk do asnjë kandidat që ta ketë përballë. Nuk mund të quhet garë për sa kohë ka ngelur dhe 23-24 ditë dhe ti ndalon këdo që do të garoj dhe legjitimon veten kur ty veten ta ndalon statuti të garosh. Dhe është çmenduri kjo që ndodh këtu, sepse në çdo vend evropian, çdo vend demokratik do kishte një garë ku secili nga kandidatët i cili pretendonte të ishte lider i opozitës duhet jepte një platformë se si Partia Demokratike vjen në pushtet, se si Partia Demokratike bëhet fituese, se si Partia Demokratike bëhet më e madhe, më e hapur. Ne po shohim vetëm përjashtime, po ku e ka luksin një parti opozitare të përjashtoj? Kështu që vetëm në Shqipëri ndodh që kandidati që është vetë për kryetar të PD-s, to zgjedhë dhe kë ka përballë dhe ti përjashtoj. Po kemi të bëjmë me komunizëm pastaj, vetëm me demokraci nuk kemi të bëjmë.